Mirë, jemi rikthyer sërish në studio, ndërsa avion të qëndrojmë në transmetim të drejt për drejt, do njemi së pari me zhvillimin kryesor deri në orën 19, më pas do ndalemi tek tema e ditës. Çështja Balluku nuk është vetëm një dosje juridike, por një test kritik për luftën kundër korrupsionit dhe përgjegjshmëri politike në Shqipëri. Ishte ky mesazhi i fortë i delegacionit të Komisionit të Jashtëm të Parlamentit Evropian, që zhvilloi një vizitë në Tiranë. Kryetari Mikall Ister foli dhe për protestat e opozitës kur deklaroi prerë se dhuna nuk ka vend në demokraci, teksa konfirmoi se nuk do të kishte një takim me kryetarin e PD-s Sali Berisha. Me fjalimin e ish-presidentit Thaçi nisën deklaratat e 4 ish-krerëve të UÇK-s në dhomat e specializuara të Hagës. Thaçi u shpreh krenar që ishte bërë pjesë e luftës për të ndaluar masakrat serbe, por tha se asnjë akuzë nuk qëndron dhe se ishte Milošević ai që kishte kryer gjenocid. Edhe krasniqi Selimi e Veseli mohuan çdo akuzë dhe kërkuan pafajësi. 4 ish-liderët e UÇK-s akuzuan Prokurorin Speciale se po merr në shënjestër pavarësinë e Kosovës, duke theksuar se historia e saj nuk mund të rishkruhet në një sallë gjyqi. Vendimi pritet të shpallet brenda 90 ditësh. Në një reagim ekskluziv për Report TV, presidenca komenton për herë të parë nismën e socialistëve për të ndaluar gjykatën të pezullojë një antar të qeverisë apo disa funksione të tjera kushtetuese, përfshirë dhe vetë presidentin. Kreu i shtetit thotë se për nismën do të shprehet me dekret pasi ajo të ketë kaluar në rrugë parlamentare e të jetë shndërruar në ligj. Kryeministri Edi Rama do të jetë në SBA për themelimin e bordit më 19 shkurt, ndërsa edhe një herë qeveria tha se deri në këtë fazë Shqipëria nuk ka asnjë angazhim financiar. Për përfshirjen e Shqipërisë, delegacioni i Parlamentit Evropian që vizitoi Tiranë tha se mbaj dëshënime, duke vënë në dukje se edhe mes vendeve anëtare të BE-s ka paqartësi mbi këtë bord. Në takimin me antar demokrat në Berat, deputeti Ervin Saliani akuzoi Sali Berishën se në drejtimin e tij PD ka humbur çdo palë zgjedhje, duke i bërë thirrje që ai të mbajë përgjegjësi për situatën ku ndodhet sot Partia Demokratike. Që PD të kthehet në pushtet, Saliani u kërkoi demokratëve të bëjnë zgjedhje të qarta, duke mos qëndruar pengi së shkurës, por t'i hapet rruga brezit të ri. Markelian Hoti, vllai i deputetit Ester Hoti, është arrestuar në Rom pasi ishte në kërkim ndërkombëtar për trafik kokaine nga Amerika e Jugut drejt Europës. Droga mbriti në portin e Anversës në Belgjik dhe më pas transportohej me makinë luksose nga Europa Veriore drejt Dubait. Në janar, ndaj tij është lëshuar një urdhër arrest pas sekuestrimit të 50 kg kokainëve të fshehura në kontejner në portin e Anversës. Nesër besimtarët musliman nisin muajin e madhërisëm të Ramazanit, një nga 5 shtyllat e festë islame. Në mesazhin e tij, kreu i komunitetit musliman shqiptar Bujar Spahiu tha se Ramazani është kohë reflektimi e adhurimi. Urojnë besimtarët për një agjerim të lehtë edhe kryeministri Rama dhe presidenti i Republikës Bajram Begaj.